Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastroni tërësisht të zorrët dhe eliminoni barkun e fryrë vetëm në pak minuta, do befasoheni. Shëndeti i tretës është pjesë përbërëse e të ndjehurit të lumtur, i shëndetshëm dhe mirë. Një organ i rëndësishëm në sistemin e tretës është pikërisht zorra e trashë, e quajtur edhe zorra e madhe. Shëndeti i zorrës së trashë është një pjesë shumë e rëndësishme e shëndetit të tretjes. Disa njerëz pretendojnë se zorra e trashë duhet të pastrohet për mirëqenie optimale të tretjes. Megjithatë, ulëmtimi i cili provon efektivitetin e pastrimeve është i vogël dhe i ulët në cilësi. Megjithatë, disa aspekte të pastrimit të zorrës së trashë munden që të jenë shumë të dobishme. Kjo mund të ndihmojë probleme të tilla si kapslloku ose zbrazjet e parregullta të zorrëve dhe ka dëshmi se ajo gjithashtu mundet që të zvogëlojë rrezikun e sëmundjes së zorrës së trashë. Pastrime të tjera të zorrës së trashë gjithashtu pretendojnë që heqja e toksinave dhe parazitëve është e diskutueshme. Këto janë mënyrat për të pastruar zorrën e trashë në mënyrë natyrale në shtëpi. Ka disa mënyra për pastrimin e zorrës së trashë. Ju mund të blini një produkt për pastrimin e zorrës së trashë ose mundet që të bëni një shpëlarje ose klizmë. Përndryshe, ju mund të bëni gjëra të thjeshta për të rritur ose pastruar shëndetin e zorrës së trashë në mënyrë natyrale në shtëpi. Këto pastrime natyrale të zorrës së trashë mund të bëhen me çmim të ulët dhe ato janë gjithashtu mjaft të sigurta nëse kryhen siç duhet. Për kujtes, ju nuk keni nevojë që të bëni pastrimin e zorrës së trashë çdo ditë ose shpesh për të qenë të shëndetshëm, edhe pse ato munden që të kenë përfitime shëndetësore kur bëhet në mënyrë sporadike. Pastrimi me ujë. Pirja e mjaftueshme e ujit dhe njëkohësisht qëndrimi i hidratuar është një mënyrë e shkëlqyeshme për të rregulluar tretjen. Njerëzit të cilët mbështesin pastrimin me anë të ujit për pastrimin e zorrës së trashë rekomandojnë që të pinë 6 deri në 8 gota ujë të vakët në ditë. Gjithashtu provoni të hani ushqime të larta me përmbajtje të ujit. Kjo përfshin fruta dhe perime si shalqi, spinaq, marule, domate dhe selino. Në fakt, ka shumë perime dhe ushqime të cilat e ndihmojnë zorrën e trashë natyralisht përmes së dietës. Pastrimi me ujë të kripur. Ju gjithashtu mundet të provoni pastrimin me ujë të kripur. Kjo është veçanërisht e rekomanduar për njerëzit të cilët përjetojnë kapslok dhe parregullsi. Një studim i vitit 2010 tregoi se uji i kripur është ndoshta uji i duhur për pastrimin e zorrës së trashë kur kombinohet me disa pozita të jogës. Para se të hani mëngjes, përzieni 2 lugë çaj krip me ujë të vakët. Rekomandohet krip deti ose krip himalajesh. Pini shpejt ujin në stomakun bosh dhe për pak minuta, ndoshta do të ndjeni nevojën për të shkuar në banjo. Bëni këtë në mëngjes dhe në mbrëmje dhe sigurohuni që të qëndroni në shtëpi pranë banjës për një kohë pas pastrimit. Ju mund të keni nevojë të shkoni në banjë disa herë. Dieta e lartë me fibra. Fibra është një makronutrient thelbësor që shpesh anashkalohet në dietë. Është gjetur në ushqime bimore tepër të shëndetshme si pemë, perime, drithra, arra, farëra dhe më shumë. Bimët gjithashtu përmbajnë celulozë dhe fibra që ndihmojnë në ngurtësimin e materjes së tepërt në zorrën e trashë. Ato gjithashtu rregullojnë kapslokun dhe jashtëqitjen e fortë, ndërkohë që rritin bakteret e dobishme si një probiotik. Sigurohuni që të hani ushqime të larta në fibra, të cilat ndihmojnë shëndetin e zorrës së trashë.
Ato gjithashtu munden të jenë të shkëlqyeshme për bakteret e zorrëve. Lëngjet e smoothie. Lëngjet janë pastrues popullor të zorrës së trashë. Këto përfshin asgjësimin dhe pastrimin me anë të lëngjeve të frutave dhe perimeve. Megjithatë, nuk ka kërkime të mjaftueshme për këto për zorrën e trashë. Në fakt, disa studime nxjerrin në pa rreziqet. Megjithatë, marrja e moderuar e lëngjeve mundet që të jetë e mirë për ju. Lëngjet përmbajnë gjithashtu disa fibra dhe ushqyes të cilët përfitojnë tretjen. Ato gjithashtu mbajnë ujë për të ndihmuar që ju të hidratoheni dhe të mbani rregullsinë. Për më tepër, një studim i vitit 2015 zbuloi se vitamina C mundet që të ndihmojë në pastrimin e zorrës së trashë. Vitamina C gjendet gjithashtu edhe në fruta dhe perime të shtuara në lëngje të përziera. Lëngjet popullore për asgjësimin dhe pastrimin e zorrës së trashë përfshin lëngun e mollës, limoni dhe lëngjet e perimeve. Megjithatë, disa dietistë mund të rekomandojnë smoothie mbi lëngjet për shëndetin e zorrës së trashë dhe shëndetin e përgjithshëm. Me që mishi dhe lëkura hiqen kur bëhen lëngje, lëngjet përmbajnë më pak fibra. Fibra është e shkëlqyeshme për zorrën e trashë dhe smoothie mbajnë fibra shumë më tepër. Ju nuk keni nevojë të agjeroni dhe të pini vetëm lëngje dhe smoothie për të marrë ndonjë përfitim, vetëm mundohuni t'i përfshini ato sa më shumë në dietën tuaj. Më shumë niseshte rezistente. Niseshte rezistente janë gjithashtu të ngjashme me fibrat. Ato gjithashtu gjenden në ushqime bimore si për shembull patate, oriz, bishtajore, banane jeshile dhe dritra. Këto promovojnë një zorrë të trashë të shëndetshme duke rritur mikroflorën. Një rishikim i vitit 2013 mbi niseshtet rezistente gjithashtu zbuloi se ato ulnin edhe rrezikun e prekjes nga sëmundjet e këqija. Megjithatë, edhe kjo e ka një dobësi. Si përfundim, sipas ekspertëve, është treguar se niseshtëja rezistente ka edhe karbohidrate. Megjithatë, dietistët që rekomandojnë një dietë të ulët në karbohidrate mund të zgjidhin opsione që shkaktojnë zvogëlimin e sheqerit në gjak. Këto përfshin oriz dhe patate. Përfshirja e këtyre në dietë, sikurse dhe fibrat, mund të jetë mrekullueshme për pastrimin e zorrës së trashë. Probiotikët. Shtimi i probiotikëve në dietë është një mënyrë e mirë për të pastruar zorrën e trashë. Kjo gjithashtu rrit shëndetin e përgjithshëm në shumë mënyra. Ju mund të merrni më shumë antibiotik duke marrë shtesa probiotike. Gjithashtu hani shumë ushqime të pasura me probiotik si kos, turshi dhe ushqime të tjera të fermentuara. Probiotikët gjithashtu paraqesin baktere të mira në zorrën dhe fibra dhe niseshtene rezistente. Këto frenojnë inflamimin dhe nxisin rregullsinë. Dy element të shëndetshëm të tretjes lidhur me zorrën e trashë. Mushti i mollës konsiderohet gjithashtu si probiotik dhe përfitimet në pastrimin e zorrës së trashë. Enzimat dhe acidet që përmban uthulla e mollës largon bakteret e këqija. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.